Demokratët u mobilizuan këtë fund viti për të zhvilluar protestën e radhës jashtë për masave të foltoreve të përjavshme, ku kam më pak prezencë. Në mbrëmjen e 22 dhjetorit, Berisha ishte i kujdesur që në podium të ngjiteshin kryesisht një brez i ri politikanësh si Belind Klliçi, Elda Hoti, Kledis Balliu e Gazmend Bardhi për të krijuar perceptimin se të rinjt kanë marrë fuqinë e ndryshimit në PD. Pas tyre, përmbylljen e bëri vetë Sali Berisha. Në protest ishte edhe Ervin Saljani dhe mbështetësit e tij. Saljani, për të cilin Berisha thotë se është vetë përjashtuar nga Partia Demokratike, deklaroi se po tregohet i vetë përmbajtur për të mos shpërqendruar objektivin nga betejë me qeverinë e Ramës. Por polemikat e ashpra mes sekretarit të përgjithshëm të PD-s nuk kanë munguar. Saljani e cilëson Nokën një aksident të madh politik për PD-n dhe se është shkaku kryesor për të reformuar Partinë Demokratike. Të dyja akuzojnë njëri tjetrin në mënyrë të ndërsjellë për bashkëpunim me krimin dhe konkretisht Suel Çelën, çka e bën paradoksale situatën. Dhe kur dy palë përplasen në apel, thirret një e tretë. Po e konsideroj palë, por në fakt aktualisht ai është një individ ende i angazhuar politikisht, është fjala për Engeleda Alibeajin, ish nënkryetarin e Partisë Demokratike që është tani online për revista MCN. Faleminderit zoti Alibeaj që jemi së bashku në këtë bisedë. Falenderoj shumë. Kjo që po ndodh në Partinë Demokratike, praktikisht unë bëra një parantezë të vogël para se ne të nisim bisedën me Saljani dhe Nokës, pra Flamur Nokës, duket si një déjà vu për PD-n, apo e kam gabim? Nuk e ke shumë gabim për drejtën. Më the palë tretë, tani të jemi sinqert. E bëra si provokuse, do me thëmë për të thënë që tani... Po, sigurisht, do mundohem, dhe më kam asëlloj ngarkesë tashmë. Po të konsideroj si më të ftohtë tani, pra jashtë kësaj situatës. Po e sigurt. Më thuaj të na. Pra, si e shpjegon këtë mënyrën e akuzave dhe kundër akuzave për bashkëveprim me njerëz botës krimit, edhe besoj që kjo nuk është hera parë, në PD është kthyer në mod kjo pjesa që Engeleda Alibeaj patjetër duhet bashkëpunoj me dikë tjetër që ose nuk mendon si Sali Berisha, ose në të kundërtën ka padur raste kur edhe grup ose njerëz afër Berishës janë akuzuar nga pala tjetër për bashkëpunim ose bashkërendim me element botës krimit ose me flirtim me Ramën, gjithashtu kanë qenë akuza permanente të dy grupeve ose tre grupeve ose linjave të ndryshme që kanë akuzuar njëra tjetër për flirtim. Çfarë është kjo lloj mënyre konceptimi, perceptimi dhe vokacioni politik që ju, tani po të fuste gjithë PD-ja, pra po të grupoj, mund të akuzoni njëri tjetër në këtë mënyrë, se kjo është e pa kuptim. Mua kjo nuk më çon askund si logjik politike. Logjik ka për sa kohë që njerëzit janë real. Si Berisha, Saljani, Noka, të tjerët, edhe të tjerët aty janë real, fjalët e tyre janë reale, të thëna në publik, dhe gjitha kjo ka një emër, Denis, quhet berishizëm. Është psikoza e idolatrisë. Shihet nga part, adhurohet, nuk kundërshtohet, pranohet çfarë do lloj urdhri, udhëzimi që mund të jepet, nuk funksionon si parti politike, funksionon si një sekt, dhe kjo është drama më e madhe, dhe çdo tension i brendshëm o duhet ndrydhur brenda vetes, ose del për jashta duke të dëbuar. Këto historitë me vetë përjashtime nuk është gjë tjetër veçse një dëbim brutal madje. I kamufluar. Me kaq pak fjalë mund ta përshkruaj segmentin e vogël që i ka ndodhur, o themi, Ervin Saljanit. Mjëtë, nëse më pyet se deri ku është pjesa e fajit, po përdor fjalën faj, me thënë të drejtën, asnjëra nga palët nuk është pa faj. Sigurisht pjesën e Luanit gjithmonë këtu e ka ai i pari sektit aty që është Sali Berisha. Që ndërkohë dhe se pranon. Sigurisht, ai nuk pranon asgjë. Dhe nuk di gjë se çfarë ndodh asnjëherë. E merr vesh i fundit, po. Është demokrat,
është për lirinë e fjalës, për debatin, për bashkimin madje, dhe janë ca të tjerë aty poshtë që turbullojnë, që ngatrojnë. Është ajo historia e Enverit me Mehmetin, me thënë të drejtë. Megjithatë, kuptohet fare qartë që është ai i cili e ka artikuluar si psikoz grupi, e ka përcjell brenda grupit, e ka jetësuar brenda grupit, ka të bëjë edhe dhunë fizike. Të kujtoj këtu 8 janarin, e ngjashëm ishte edhe në atë rast. Ja, për pak ditë vjen. Do ta rikujtoj. Po. Do rikujtohet, besoj që cipa morale të paktën nga ai sekt ka mbaruar, sepse ai është ngjarje e shëmtuar për çdo që i thot vetes parti politike që kërkon mbështetjen publike. Falë se unë gabova, sepse nuk do rikujtohet për shkak se tani gjithë që ishin 8 janar janë bashkë. Kjo është dhe më e rëndë, sepse urdhri i fortit, psikoza, lidhja e përbashkët është nënshtrohu, hiq cipën morale, të mëshiron i pari i grupit, të jep një lëmosh, ndonjëherë kjo lëmosh bëhet e barabartë edhe me karrikën e deputetit, me thënë drejtën, në listat e mbyllura. E pra, kjo është ajo se çfarë po ndodh. Po thosha, faji nuk është vetëm i Sali Berishës. Faji më sakt është edhe atyre që shkojnë dhe i qëndrojnë nga afër një individi, një personazhi të tillë politik. Po ku të shkojnë? Dikur ku do shkojnë? Thënë, ka një zgjidhje. Po. Braktiset. Një njeri i lirë, një njeri që kupton që realiteti që jetojmë sot, politik, aty ku janë, nuk të çojnë gjikundi, shkojnë nga humbja në humbja, apo jo. Dhe po them humbjet, jo ato të Lulzim Bashës së dikurshëm, i lëm ato, po humbjet e tanishme të Sali Berishës, nga 2023 e këndej e fundit ajo e nëntorit, që ishte jo humbje, ishte dezertim, s'morën pjesë as në zgjedhje, kamufluan me kandidatët e pavarur. Pra, të bindur aty janë që ajo parti nuk është më një alternativ as në afat gjatë në pushtetit të sotëm, gjithmonë e kyjëron, mendon se sa rëndë është situata, pranojnë të jenë brenda atij grupi, e kjo është pjesë e fajit atyre. Njerëzit e braktisin. Ka një lloj nervi, rebelizmi pozitiv brenda vetes, dhe e demaskojnë si sjellje. Dakor. Ta kanë zgjedhur të jenë aty, dhe këtu tani për të qenë korrekt, edhe zoti Saliani, edhe pse nuk është në të njëjtën situatë me enturazhin që është afër Sali Berishës, për mua nuk e ka gjetur dot kurajon politike, që shkaku aty nuk është Noka Flamuri, shkaku është Sali Berisha. Po, është prallë e hershme kjo në folklor, që Luani po i hante ujkut klyshët. Ujkut i thonë po t'i ha Luani klyshët. Ujku nga që s'kishte që bënde Luani, i thoshte nuk po mi ha Luani, po mi ha Dashi klyshët. Dhe kjo është e hershme në folklor sa duesh. Pra ne kemi Luanin aty, po shofim me se s'bën diku tjetër, pra këtë te Dashi, se vetëm Dashit mund t'i bëjmë ne gjë. Në këtë kuptim, do doja të pyesja tani, a ka një lloj fije ndërgjegjësimi, se besoj ti ke kontakte, ndoshta her pas here, mase mos i kesh kaq intensive sa dikur. Po, jo, nuk kam kontakte. Po ndoshta diçka e merr ose të vjen një lloj informacioni, më shumë se sa dikujt tjetër që nuk është interesuar fare se çfarë ndodh në oborrin e Shqupit. A kanë ata ndërgjegje që ky moment dekadence qeverisëse është momenti më i artë për çdo lloj opozite në botë që mund të marrë pushtetin, me gjithë këto dhurata, bonuse, skandale që i jep Edi Rama me qeverinë e tij, dhe kjo opozit vazhdon sikur këtu nuk ndodh asgjë dhe është kaq impotente. Pra këta e kanë të qartë se ku janë vetë, apo e kanë qartë dhe s'kanë çfarë bëjnë dhe kanë rënë dakord me këtë. Pra unë duhet kuptoj tani, a janë të kthjellët këta politikisht, se mua më duken dhe të pakthjellët politikisht, ndoshta jam gabim, po. Kam përshtypjen që janë të qartë për dy çështje.
E para për këtë çështjen e parë që kjo mazhorancë është duke u goditur fort, skandalet janë duke dalë, jo thjesht si thashë themnaj publike apo mediatike, por si një ngjarje juridike tashmë, për shkak të drejtësisë. Por janë të qartë dhe për diçka tjetër, Denis duhet ta pranojnë. Ju ndoshta mas e keni pak të vështirë, po unë nga që e njoh paksa ende inercinë e atij sekti, janë të pafuqishëm. Pra, kaq shumë janë një potencë politike. Është emërtimi i duhur. Kaq shumë sa e kanë zhgënjur popullin e tyre opozitar, siç pretendojnë ata, se me pjesën e publikut të gjerë me shumë kohë duart, nuk po ju mjaftojnë, siç edhe tregojnë dhe grumbullimet e tyre të sforcuara, nuk po ju mjaftojnë as të ndjehen gjallë, janë në këtë situatë. Dhe duhet të themi edhe gjë tjetër, unë pak nuk po e them. Ajo që po ndodh me mazhorancën, që për njerëz, po themi, jashtë interesit publik, siç juve edhe jeni, do të ishte vërtet ngjarja më e artë për një opozit. Është një dhurat nga qielli, po ai quajmë. Është kështu. Për të kapitalizuar, por harronin diçka. Ajo që po ndodh është produkt i drejt për drejt i drejtësisë. Raporti që ky sekt politik, i pari tyre dhe të tjerë, kanë me drejtësinë, këtu lind problemi. Okay. Se dhe ata kanë të njëjtin problem. Por në një formë tjetër. Po, qartë. Nuk do arrish të dëgjosh asnjëherë Sali Berishën të thotë bravo Spaku, bravo Klodian Braho, se s'po them Altin Dumani, se ka ezauruar, nuk do ta thotë asnjëherë, sepse në mendjen e kujt ju do thotë, oh, shumë mirë, bravo në goditjen ndaj mazhorancës, Edi Ramës, enturazhit të tij, po duhet të jetë bravo edhe kur të godet ty. Është i qartë për këtë situatë, ndaj kjo është rrjedhoja logjike, konkluzioni logjik i tyre. Okej, e kuptoj. Dhe tepër, kam mbyll këtu, për më tepër, unë kam një përshtypje që nuk janë aq shumë të gëzuar, dalim përsëri ke pyetja juaj, nuk janë aq shumë të gëzuar për atë që ndodh në mazhorancë, sepse në situatën e mbijetesës ku janë, spiranca e vetme e halleve të tyre me drejtësinë është të bëhen bashkë me mazhorancën dhe me Edi Ramën. Dhe sapo do të pyesja për këtë gjë. Pra, po flitet shumë se sikletet që i ka prodhuar drejtësia, përgjithsisht prokuroria me hetime, por dhe gjykata me llojin e çervikimeve të kërkesave që po bën për ndjekje penale, kryesisht prokuroria, ka krijuar një stres të madh politik, me sa duket të paparashikuar në fillesat kur u konceptuar reforma në drejtësi dhe pasojat e saj të imagjinuara, po jo të përfytyruara në këtë formë. A mos jemi gati në paradhomën e një marrëveshje të re politike midis dy protagonistëve të kryesor, të cilët ne tani s'ka nevojë t'i fshehim emrat se shqiptarët dhe i dinë, pra Ramës dhe Berishës, për ta rikompozuar dhe një herë kushtetutën me ndërhyrje ku do ta shfuqizonin ose dobësonin pozitën e strukturave të posaçme drejtësisë, pra a e presim të ndodhi kjo? Konstatimi juaj, Denis, është konstatimi një syri të stërvitur dhe njohës i mirë deri në detajet të sjelljes së këtyre palëve politike. Jam plotësisht dakord me konstatimin tuaj. Për nga natyra nuk duhet të jem spekulativ, të shoh se çdo të bëjnë këta. Jam më tepër, po themi, i rrafshit analitik. Bëj një analizë të thjeshtë. Sali Berisha e ka bërë të qartë që nëse ka fuqi, e kryqëzon Spakun. E ka konsideruar strukturë kriminale, e ka konsideruar nën tutel politike, madje edhe nën tutel të errëta përtej Atlantikut e me radhë. Edhe është e sigurt, atë çfarë thot, atë e ka bindje. Nga ana tjetër, Edi Rama ka qenë paksa më elegant, por më i hidhur, sepse ka dhe pushtetin, ka dhe fuqin, ka dhe instrumentat. Sigurisht, ka një barre në dukje që përgjegjësia për suksesin e reformës drejtësisë për drejtësinë
Ka konë qeverisë, apo jo? Dhe e ka kalëruar si logjik. Po. Ka thënë që është pjella ime, e kam bërë unë, I kam ditë dhe pasojat. S'është bërë në 100 e ca vite më parë, e me radhë, gjysma këtu është e vërtet, por ama, po ka që vërtet është e fakti që 1 vit e ca më parë ai krijoi një komision parlamentar, kur arrihet të krijohet një komision parlamentar, gjëja nuk është më lojë, nuk është më retorikë, është instrument. Kalojmë ke elementi dytë, në 11 shtator, në një gjendje paqe, apo jo, në Asamblenë e Partisë Socialiste e hapi fjalimin e vet me ndryshime kushtetuese. Mendoni ju se problemi i madh këtu i korrupsionit në qenë nga se parlamenti ka 140 antarë dhe mund bëhet me 100? Besoj që askush nuk e ha, por se kjo është një spirale dhe mund të ndiqet, siç edhe ndodhi madje edhe nga Sali Berisha që i bëri eko, tha po dhe unë jam dakord, ta ndryshojmë kushtetutën, të bëjmë 1-2 dhoma. Le të bijem dakord që ta prekim fillimisht kushtetutën. Prekim kushtetutën. Se çfarë do prekim është ajo bëhet derë e madhe. Po, qartë. Dhe arrim tani, sikleti i madh i Edi Ramës është i dukshëm, është konkret, është makth madje edhe më shumë se sa Sali Berisha, se Sali Berisha e ka bërë të udhës 1-2 javë, kalon pragun e spakut. Edi Rama ende ka ardhur deri në paradhon. Edhe kjo është çudim vete, po. Ndaj, nuk më duket as pak çudi që përtej kësaj fasadës ku njëri bën protesta me zor mbledh sa njerëz, tjetri kërcëllen dhëmbët ndaj drejtësisë, të mundet në hije, në skuta, të arrihet një lloj marrëveshje për ndryshime kushtetuese në mënyrë që ta kastrojnë spakun dhe drejtësinë. Edhe për një arsye tjetër e fundit ta mbyll. Po shoh me kujdes sjelljen e Edi Ramës lidhur me çështjen e Ballukut. Po mbyll çdo mundësi për veten e vet, jo për Ballukun. Po mbyll çdo mundësi të mos përfshirjes së vet në këtë përplasje, në këtë kurs të madh që ka me drejtësinë dhe vetëm me drejtësinë. E ka me amerikanë dhe ka me europianët, mos e fshejnë tani. Kjo është përballja reale. Që do thotë është nisur drejt për drejt një përplasje ballore të fortë dhe finale kam përshtypjen. E në këto kushte s'do ta kishte as pak përgajle që të eksploronte edhe ndryshimet kushtetuese së bashku me Sali Berishën, i cili është i gatshëm në çdo moment që votat e veta t'i japi. Dhe për më tepër shtratin e kanë gatshëm që nga 2008-a. E kanë bërë në 2008-ën, e provuan vitin e kaluar, ato që janë të dukshme, ndaj nuk është në një thyrje, ndonjë tabuje që për herë të parë bashkëpunuar. Okej. Falenderoj shumë Engeleta Lebeaj që ishe prezent. I mirëpritur gjithashtu që të ndajmë opinione tani i përket vitit 2026, opinione dhe analiza mbi kontekstin e zhvillimeve që do të na ndodhin. Turoj një vit të mbarë. Faleminderit që ishe në më thënë. Faleminderit, gëzuar dhe për ju gjithashtu.